Në lidhje me arrestimin e ish presidentit Ilir Meta, çështja është nën hetim dhe unë nuk kam çfarë të them, përveç faktit që për sa i përket opinionit tim, atje nuk kemi të bëjmë me një veprim arbitrar, por kemi të bëjmë me përdorimin e forcës në rastet kur ka rezistencë ndaj arrestimit dhe në çdo forcë policie të botës, pavarësisht si e ke emrin apo çfarë detyre ke pas më parë, policia e shtetit në rastet kur bën rezistencë apo te i kalon atë masën e atyre gjërave që duhet thuash në momentet e arrestimit, përdor forcë të nevojshme, që besoj ka qenë proporcionale në raport me situatën. I takon individit të sillet sipas detyrës që ka mbajtur dhe do ishte në nderin e personit të sillej ashtu siç atë detyrë që ka mbajtur dhe jo t'ia kërkohet kjo gjë policisë.